kushdo që kanë pas kompetencë e që sot është institucion që funksionon normalisht. Policinë e kanë dëmtu jashtëzakonisht shumë. Policë më të mirë të këtij veni, të trajnum, e të shkollum, e që punojnë nga 20 vjetë përvoj punë në fushën e krimit dhe të korrupsionit, përkatësisht kundër krimit dhe të korrupsionit. Këta i kanë degdis, i kanë suspendu, i kanë degradu, vetëm pse kanë hetu korrupsionin e tyne. Gjykatën nëpërmjet njerëzve të tyne kanë arrit thujse më nështru. Fati mirë që s'kan mujt me dëpërtu në prokurori, veçanërisht prokurori speciale. Institucionet tjera kushtetuse, agjensin kundër konkurencës, jo e dini mirë që e kanë bërë. Jo shpesh e kanë përmendur subjekte tjera, kryesisht kanë thënë pra se... Tash mirë në edhe me subjekte. Na ka sharë, na ka ofenduar, kishte pastaj si reagim që e bëri një postim zoti Lumir Abdixhiku, pasi që konferenca jo e shtypit të hënës ishte shumë në drejtim të LDK-s dhe u pa si një fillim fushate në gryrje të elektoratit të LDK-s. Zoti Abdixhiku ja përmendi disa prej arsyerve pse nuk ka pranuar që të bëj koalicion me të. Gjuha e kurtit është e papërshtatshme, por megjithatë mendoj që nuk do duhet të ishte pengesë për një bashkëqeverisje. Unë mendoj që janë dome që i janë shkaktu këtij veni, janë pengesë për një bashkëqeverisje. Ne, derisa jemi në saksionet Bashkimit Evropian, kemi raporte tepër të këqija me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili lider politik i Kosovës guxon me hyrje në bashkëqeverisje me këtë, kur zoti Kurti është në prag të sanksionimit me listë të zezë të Amerikës. Pra, kanë edhe këtë parasysh kur i thonë jo. Absolutisht që po, sepse zoti Kurti, më në mend që apo ju them, ky komision si Dodiku. Do me thonë fati politik i këti është si kur Dodiku. Nuk ka fat tjetër. Jo, s'del për listë zezë. Nuk del. Nuk del, kush do që ka hi aty nuk del. Nuk ka shans. Do me thonë, fati, unë parashoj që fati ti komision si kur i Dodikut. Atëherë kush i bashkuat Dodikut? Shto kësaj që zoti Abdixhiku dhe zoti Krasniqi nuk janë edhe shumë të guximshëm. Me gjas janë të ri, janë rritë mirë, kanë jetë këgjatë mirë, edhe nuk dojnë shumë me fail